Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Stuhia që përfshiu jugun e vendit shkaktoi dëme në Sarandë dhe probleme të kufizuara në qarkun e Gjirokastrës. Në Sarandë, erërat e forta rrëzuan pemë, bllokuan përkohësisht disa rrugë dhe dëmtuan biznese përgjatë shëtitores, ndërkohë në qarkun e Gjirokastrës nuk raportohen dëme të rëndësishme. Problemi kryesor ishte ndërprerja e energjisë elektrike në disa fshatra të bashkive Tepelen dhe Memaliaj, ku grupet e OSHE-s po punojnë për rikthimin e furnizimit. Edhe pse këtë vit prania e Karkalecit në qarkun e Gjirokastrës është me ulët se në vitet e kaluara, specialistët e bujqësisë kërkojnë që fermerët të vijojnë monitorimin e kulturave. Sipas tyre, kontrollet në terren dhe ndërhyrja në kohë janë thelbësore për të parandaluar dëmet në prodhimin bujqësor. Ka përfunduar restaurimi i kishës së Shënmërisë në fshatin Hundkuq, bashkia Gjirokastër, një objekt fetar që daton rreth shekullit të 12. Ndërhyrja u realizua me kontributin e banorëve të zonës, të cilët u angazhuan për ruajtjen e kësaj pasurie me vlera historike, kulturore dhe shpirtërore. Kisha mbetet një nga objektet më të vizituara të zonës nga besimtarë dhe turistë. Ekipi Gjirokastrit në futboll ka nisur përgatitjet intensive dhe ndërhyrjet në merkato para nisjes zyrtare të sezonit të ri futbollistik 2026-2027, ndërsa është ruajtur rreth 80% e ekipit. Janë shënuar edhe afrimet e reja që do të përforcojnë formacionin me qëllim ngjitje në kategorinë e parë. Ju njohim tani më gjerësisht. Stuhia që përfshiu jugun e vendit shkaktoi dëme në Sarandë dhe probleme të kufizuara në qarkun e Gjirokastrës. Në Sarandë, erërat e forta rrëzuan pemë, bllokuan përkohësisht disa rrugë dhe dëmtuan biznese përgjatë shëtitores. Ndërkohë në qarkun e Gjirokastrës nuk raportohen dëme të rëndësishme. Problemi kryesor ishte ndërprerja e energjisë elektrike në disa fshatra të bashkive Tepelen dhe Memaliaj, ku grupet e OSHE-s po punojnë për rikthimin e furnizimit. Erërat e forta që përfshin qarkun e Gjirokastrës gjatë natës kanë shkaktuar probleme në furnizimin me energji elektrike dhe dëmtime të pjesshme në disa zona të qarkut. Si pasojë e motit të keq, pa energji elektrike kanë mbetur njësia administrative Lazarat në bashkinë Gjirokastër, njësia administrative Kurvelesh në bashkinë Tepelen, si dhe njësia administrative Luftin në bashkinë Memaliaj. Sipas informacionit nga strukturat e emergjencave civile, ekipet e operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike ndodhen në terren dhe po punojnë për evidentimin e defekteve dhe rikthimin sa më shpejt të furnizimit me energji elektrike në këto zona të qarkut. Ndërkohë, era e fortë ka rrëzuar pemë dhe deg në disa qendra urbane. Shërbimet e 7 bashkive të qarkut Gjirokastër kanë dalë menjëherë në terren, ku po kryejnë pastrimin e rrugëve dhe hapësirave publike me synim eliminimin e çdo rreziku për qytetarët dhe rikthimin e normalitetit. Nga të dhënat paraprake nuk raportohen dëme në njerëz apo incidente me pasoja të rënda materiale. Autoritetet vendore vijojnë monitorimin e situatës në bashkëpunim me strukturat e emergjencave civile dhe institucionet përgjegjëse. Ndërkohë, akset rrugore kombëtare në të gjithë qarkun janë të kalueshme. Po ashtu, furnizimi me ujë të pishëm nuk është ndërprer dhe vijon pa probleme. Pavarësisht përmirësimit të situatës, autoritetet ju bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes pranë pemëve, objekteve të dëmtuara apo zonave ku vijojnë ndërhyrjet e ekipeve të punës deri në normalizimin e plotë të situatës. Qyteti i Sarandës u përfshi nga stuhi e fortë ere dhe shiu mbrëmjen e djeshme, e cila megjithse zgjati vetëm pak minuta, shkaktoi dëme të shumta materiale dhe la pas një situatë problematike në disa zona të qytetit. Erërat e fuqishme rrëzuan pemë, tenda dhe objekte të ndryshme, duke dëmtuar 10 automjete të parkuara si dhe biznese e banesa. Dëmet më të dukshme u regjistruan në Lulishten, Miqësia, pamja e së cilës ka ndryshuar ndjeshëm si pasojë e pemëve të rrëzuara dhe degëve të thyera. Në disa akse dhe lagje të qytetit, qarkullimi u vështirësua për shkak të pemëve dhe degëve të rëna në rrugë. Probleme me furnizimin me energji elektrike vazhdojnë të raportohen në disa zona të Sarandës. Një nga situatat më problematike u regjistrua pranë portit të Limonit, ku u rrëzua një shtyllë elektrike. Sipas banorëve të zonës, ekziston rreziku i kontaktit me rrymën elektrike, ndërsa pritet ndërhyrja e strukturave përgjegjëse.
për sigurimin e vendit. Bilanci paraprak flet për 10 automjete të dëmtuara, dëme të konsiderueshme në bizneset e banesa, si dhe 3 persona të lënduar, të cilët kanë marrë ndihmë mjekësore në spital. Gjatë gjithë natës, forcat e emergjencave civile, Bashkia Zjarfiksit dhe grupet e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike punuan për largimin e pemëve dhe objekteve të rrëzuara, normalizimin e qarkullimit dhe rikthimin e furnizimit me energji elektrike. Puna po vijon edhe sot për evidentimin dhe riparimin e plotë të dëmeve të shkaktuara nga stuhia. Gjirokastra vijon të tërheq vëmendjen e mediave prestigjioze ndërkombëtare si një nga destinacionet më të veçanta turistike në Europë. Së fundmi, media amerikane Quartz si kushton një artikull promovues qytetit të gurt, duke renditur mes vendeve që duhen vizituar përpara se të preket nga turizmi masiv. Në shkrim, Gjirokastra vlerësohet për arkitekturën e saj unike, me shtëpit karakteristike prej guri, rrugicat me kaldrëm dhe kalan madhështore që dominojnë qytetin. Ajo e cilëson qytetin një perl të Ballkanit, ku historia dhe tradita ruhen ende të paprekura. Artikulli ndalet edhe te statusi i Gjirokastrës si pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, duke theksuar se pazari i vjetër vazhdon të jetë një qendër e gjallë e zejeve tradicionale dhe mikpritjes shqiptare. Sipas medias amerikane, një tjetër avantazh i Gjirokastrës janë kostot e përballueshme për vizitorët që ju japin mundësi turistëve të shijojnë gatime tradicionale, bujtinat karakteristike dhe atmosferën autentike të qytetit, larg destinacioneve të mbingarkuara turistike. Ky është një tjetër promovim i rëndësishëm ndërkombëtar për Gjirokastrën që konfirmon interesin në rritje për qytetin e Gurt si një destinacion me histori, kulturë dhe përvoja autentike për vizitorët nga e gjithë bota. Edhe pse këtë vit prania e Karkalecit në qarkun e Gjirokastrës është më e ulët se vitet e kaluara, specialistët e bujqësisë ju kërkojnë fermerëve që të vijojnë monitorimin e kulturave. Sipas tyre, kontrollet në terren dhe ndërhyrja në kohë janë thelbësore për të parandaluar dëmet në prodhimin bujqësor. Karkaleci vijon të jetë një nga dëmtuesit që kërkon vëmendje të shtuar në zonat bujqësore, edhe pse këtë vit prania e tij në qarkun e Gjirokastrës është më e ulët krahasuar me vitet e mëparshme. Specialistët kërkojnë që fermerët të mos neglizhojnë monitorimin e kulturave. Sipas specialistit të bujqësisë Balil Bineri, situata aktuale paraqitet e kontrolluar, por rreziku i përhapjes mbetet i pranishëm nëse nuk merren masa në kohën e duhur. Karkaleci është një dëmtues që shkakton dëme masive në kulturat bujqësore, por aktualisht për këtë vit në rajonin ton niveli i popullatës së këtij dëmtuesi nuk është në atë masë që të detyrohemi të kryejmë trajtime kimike, por ndërkohë kjo nuk do të thotë që ai nuk do të shkaktojë dëme dhe nuk duhen marrë masa të tjera për të mbrojtur prodhimet bujqësore. Ekzistojnë me 10 lloje karkalecash. Por nga këta shumë pak janë ata që shkaktojnë dëme, janë ata që jetojnë në të grupuara në koloni. Dhe të tillët, këto lloje që dikur kanë shkaktuar dëme masive edhe në rajonin ton, për këtë vit, për shkak të disa faktorëve, nuk kanë qenë në përmasa të tilla që të krijojnë shqetësime. Kontrollet në terren dhe reagimi i shpejt ndaj rasteve të evidentuara konsiderohen të rëndësishme për të shmangur dëmet në prodhimet bujqësore. Po trajtimet kimike janë metoda e fundit që duhet përdor njeriu. Dhe në këtë rast ato duhet të përdoren në periudhën që ai ndodhet në koloni, kur efektiviteti është shumë i madh dhe trajtohen sipërfaqe të vogla. Ndërsa për karkaleca që janë individ të shkëputur, ata nuk duhet të trajtohen fare, pasi edhe ata kanë armiqtë e tyre natyror. Nëse ne trajtojmë në një sipërfaqe që kemi një numër, po themi 2 karkalec për 1 metër katror, atëherë ne njëkohësisht krijojmë probleme të tjera. Luftojmë atë, por luftojmë edhe në armiqtë natyror të tij. Kështu që nuk duhet të kryhen trajtime kimike. Ndërkohë, masa të tjera që duhet të merren, patjetër që ka, tokat djerë që i kemi në afërsi të zonave, kuptohet, të kulturave që janë potencialisht të prekshme nga karkaleci, aty duhet të kryhen punimet, një punim qoftë në vjesht, po qoftë edhe herët në pranverë, ai dëmton rezervat potenciale të këtij dëmtuesi. Kjo është një nga metodat, po ashtu metodat e tjera, pastaj në sipërfaqe shumë të kufizuara, amatorët mund të kryejnë luftime mekanike, po edhe me masa të tjera agroteknike, siç mund të jetë dhe luftimi
heqja e barrave atyre që janë objekt. Pavarësisht përmirësimit të situatës këtë vit, monitorimi do vijojë përgjatë gjithë periudhës së zhvillimit të kulturave, me qëllim mbrojtjen e prodhimeve bujqësore dhe parandalimin e humbjeve për fermerët. Tokat bujqësore në administrim të bashkisë Tepelen po gjenë gjithnjë më tepër përdorim nga fermerët dhe blegtorët e zonës. Rreth 100 fermerë kanë aplikuar për marrjen me qira të këtyre sipërfaqeve, të cilat po shfrytëzohen për zhvillimin e aktiviteteve bujqësore, kryesisht në zhvillimin e kulturës së ullirit, vreshtarisë dhe sektorëve të tjerë të prodhimit. Në bashkinë Tepelen ka një interes të shtuar nga fermerët dhe blegtorët për marrjen me qira të tokave bujqësore në administrim të bashkisë. Aktualisht rreth 100 fermerë kanë aplikuar për shfrytëzimin e këtyre sipërfaqeve, të cilat po përdoren për zhvillimin e aktiviteteve bujqësore dhe blegtorale. Tashmë Tepelena është edhe një zonë blegtorale, është e agroturizmit dhe detyrimisht tokat me qira bashkia i ka vënë në funksion të fermerëve. Dhe kanë dy karaktere tokash, ato që janë 1 vjeçare, të cilat janë direkt mbyllen me kulturën vjeçare, siç themi kështu, po kështu edhe tokat të cilat janë për 99 vjet. Kulturat 1 vjeçare mbyllen kryesisht për bagtitë e imta dhe do thosha ka një interes të veçantë për to dhe në këtë drejtim ne u kemi shërbyer gjithmonë fermerëve. Një interes të veçantë ka edhe për kultura, për tokat për 99 vjet, të cilat detyrimisht këto dalin me hipoteka, një procedurë ligjore dhe ka interes dhe mund të them që janë mbi 100 fermerë të cilët kanë aplikuar dhe i shfrytëzojnë këto toka si pas një plan biznesi të miratuar. Kjo bëhet me bord dhe shpërndahet me bord brenda skuadrit ligjor. Për t'i dhënë më shumë hapësirë zhvillimit të sektorit bujqësor, Bashkia Tepelen ka vënë në dispozicion të fermerëve rreth 1200 hektar tokë bujqësore. Këto sipërfaqe janë të mbjella kryesisht me ullishte, vreshta dhe kultura të tjera bujqësore, duke përbërë një mundësi për rritjen e prodhimit vendas. Këto kultura mbyllen kryesisht me ullishte, vreshtari, janë funksion e përdorim detyrimisht me akt marrëveshje me kontrata të cilat fermerët janë të vetëdijshëm. Vetë tokave që janë me 7501 që janë rreth 1200 hektar, Bashkia Tepelen dhe njësia qendër ka rreth 700 hektar toka të cilat janë të lira, janë pronësi të shtetit dhe gjithmonë kërkesat janë në rritje për këto toka dhe unë do të them me plot gojën sepse ne kemi qenë pranë këtyre aplikimeve, i kemi mbështetur dhe vazhdojmë të mbështesim për të qenë një bazë e fuqishme për agroturizmin në Bashkinë Tepelen. Shfrytëzimi i tokave bujqësore përmes dhënies me qira shihet si një mundësi për aktivizimin e sipërfaqeve të lëna djerë dhe për mbështetjen e fermerëve vendas. Ka përfunduar restaurimi i kishës së Shënmërisë në fshatin Hundkuq, Bashkia e Gjirokastër, një objekt fetar që daton rreth shekullit të 12. Ndërhyrja u realizua me sukses me vetë kontributin e banorëve të zonës, të cilët u angazhuan për ruajtjen e kësaj pasurie me vlera historike, kulturore dhe shpirtërore. Kisha mbetet një nga objektet më të vizituara të zonës nga besimtarë dhe turistë. Në fshatin Hundkuq të Bashkisë Gjirokastër ka përfunduar restaurimi i kishës së Shënmërisë, një prej objekteve fetare me vlera për komunitetin dhe trashëgimin shpirtërore të zonës. Ky objekt është ndërtuar rreth shekullit të 12. Ndërhyrja synon ruajtjen e godinës, përmirësimin e kushteve të saj dhe garantimin e jetëgjatësisë së këtij monumenti. Banorët e fshatit kanë qenë pjesë aktive e këtij procesi, duke kontribuar me punë dhe mbështetje për ruajtjen e kishës, të cilën e konsiderojnë një simbol të identitetit dhe historisë të komunitetit të tyre. Kjo është kisha e Shënmërisë. Është ndërtuar rreth shekullit të 12 nga mitropolia greke. Është mirë mbajtur. Me kalimin e kohës pastaj janë bërë dhe rrëzime, janë bërë dhe ndërtime prapë. U ndërtua edhe një nga rreth vitit dhe shekullit 19. Pastaj luftrat bën punën e tyre. Erdhi sistemi që filloi të mos interesohet për kishat, edhe mbeti kështu. Megjithatë, është ruajtur nga fshatarët me ato mundësi që ka patur. Këtë iniciativë tani që bëra këto rregullime e mora vetë me ndihmën e një dy banorëve të tjerë nga fshati janë opozit dhe filluam bëm qatin. Kur bërëm qatin, pastaj më erdhën ja dy djemë këte nga fshati, janë në emigrim, dhe filluan më thoshin që nari që kësi
Orex për ta bërë më të mirë, më të bukur. Ky thoshja unë, o të mbështesim ne. Më mbështetën, ne festojmë këtë në 15 gusht. Njerëzit kur vinë këtu takojnë me një tjetrin, afrohen me një tjetrin, njohin njëri tjetrin, sepse dhe emigracioni bëri punën e tij, u larguan. Sipas banorëve, restaurimi i objektit fetar ishte një domosdoshmëri pasi dëmtimet e krijuara ndër vite rrezikonin gjendjen e kishës. Kjo që vetë thjesht një familji, u mblodhën djemtë e vajzat e fshatit, investuan, bërëm atë qatin, bërëm atë sheshin, kjo se ne kemi para aty, bërëm këto muret, dhe shqyqi Zotit jemi marrë vesh, do miremi vesh, sepse kjo na ka ndihmuar dhe të ndihmon. Beso në Zot, mos prish, mos shkatëro, ndihmo po ke mundësi. Kisha e Shënmërisë është një nga objektet fetare më të njohura në këtë zonë dhe çdo vit vizitohet nga besimtarë dhe vizitorë të shumtë. Restaurimi i saj jo vetëm që rikthen vlerat arkitekturore të godinës, por shërben edhe si një investim në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe historike. Galeria Art Saranda ka çelur ekspozitën personale të skulptorit Agron Rushiti, artist shqiptar që jeton dhe krijon në Korfuz. Ekspozita sjell një përzgjedhje veprash në skulptur me fokus portretin dhe kompozimin dhe do të qëndrojë hapur deri në fillim të shtatorit duke i ofruar qytetarëve dhe turistëve një tjetër aktivitet kulturor gjatë sezonit veror. Skulptori Agron Rushiti është autori që pasuroi agjendën e Galerisë së Sarandës, duke çelur këto ditë koriku ekspozitën vetjake në gjininë e skulpturës. Ekspozita e tij është pritur mirë nga artëtarësit e pranishëm në promovim, duke pëlqyer atë që e dallon, plastikën e veçantë. Përgjegjësi i galerisë Lefter Çeko prezantoi profilin e ekspozitës dhe rrugtimin e bërë nga autori Rushiti. Po të shikoni me vëmendje vetë veprat flasin për krijimtarinë e Agronit, rrugtimin e tia, vlerat të përcjell ai, tematikën që trajton me plastikën, me minimalizmin, me detajet të portretit, të familjes dhe motive të tjera. Ekspozita kombinohet me vizatime, që është një punë paraprake për çdo vepër arti, për artistët në përgjithësi. Duke u falenderuar të gjithëve dhe miqve artistë, kolegëve, profesorëve të Akademisë së Arteve që kanë ardhur për Agronin, respekte për të gjithë. Dëgjoj dy fjalë nga Agroni dhe të gjithë bashkë shikojmë ekspozitën e bukur që na solli Agroni në këtë moment. Agron Rushiti i lindur në Fier pasi studioi në Liceun Artistik e mëtej në Akademinë e Arteve Tiranë, mori diplomim në Itali për skulptur. Ai tha se është i lumtur që u mundsua çelja e ekspozitës së tij në Sarandë, që ka qenë një ëndër 15 vjeçare. Dëshirë e madhe për të bërë një ekspozitë në këtë qytet që është plot dritë, plot diell. Një galeri fantastike, që ka përshkruar gjithmonë. Me Lefterin kam një njohur para 15 vjeç. Në ekspozitën e konstituar. Tani mundësia të kishim atëherë Lefterin, ta bëjmë ta bëjmë. Por të bësh një ekspozitë me skulptura, nuk është transport, është Në promovimin e ekspozitës morën pjesë edhe ish pedagog të tij në Universitetin e Arteve, Vladimir Llakaj e Kreshnik Xhiku. Në punët e sjella për ekspozitën e Sarandës, pikat tematika e gjerë realizuar në gjinin që Rushiti lëvron mjeshtërisht, sidomos portretin e kompozimin të frymëzuara nga momente të ndryshme të jetës. Emri dhe arti i tij është bërë i njohur përmes shumë ekspozitave kombëtare dhe ndërkombëtare në Itali, Norvegji e Korfuz, ku jeton aktualisht e punon duke ju dedikuar skulpturës, ndërsa kjo verë solli në Sarandë. Ekspozita do të jetë në Galerinë Art Saranda, e disponueshme për artëtarët e Sarandës dhe turistët deri në fillimet e shtatorit. Është ndarë nga jeta në moshën 89 vjeçare akademiku Emin Riza,
një nga figurat e rëndësishme të studimeve mbi trashëgiminë kulturore shqiptare. Autor i veprave të njohura për Gjirokastrën dhe arkitekturën tradicionale, ai dha një kontribut të çmuar në ruajtjen dhe promovimin e vlerave kulturore të vendit. Është ndar nga jeta në moshën 89 vjeçare, akademiku Emin Riza, një nga studiosit më të njohur shqiptar në fushën e trashëgimisë kulturore dhe arkitekturës tradicionale. Ai lindi më 3 korrik 1937 në Shkodër, me një karrierë të gjatë si studiues, pedagog dhe specialist në Institutin e Monumenteve të Kulturës. Akademiku Riza ka dhënë një kontribut të spikatur në dokumentimin, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë materiale shqiptare. Ndër veprat e tij më të rëndësishme janë Qyteti Muzei Gjirokastrës 1980, një studim themelor mbi trashëgiminë ndërtimore të Gjirokastrës, banesat karakteristike dhe vlerat e saj si qytet muze, si dhe banesa shqiptare me qoshk 2018, monografi e botuar nga Akademia e Shkencave, e cila trajton tipologjinë e banesave popullore shqiptare me qoshk dhe vlerat e tyre arkitektonike. Akademik Riza ishte autori 16 monografive, 5 prej tyre në bashkautorsi, si dhe i 134 artikujve shkencor të botuar në revista të specializuara, ndërto Studio Albanica, Arkitektura popullore shqiptare dhe Monumentet, ku trajtoi tipologjinë e banesave popullore, strukturat ndërtimore dhe trashëgiminë e qyteteve historike. Ai gjithashtu ishte kryeredaktor i revistave Studia Albanica dhe Monumente, duke nxitur botimin e studimeve mbi trashëgiminë kulturore shqiptare. Akademik Riza ishte nismëtar i ligjit për trashëgiminë kulturore dhe kryesues i grupit të punës për përgatitjet e dosjeve të Gjirokastrës dhe Beratit për UNESCO, çka kontriboi në përfshirjen e këtyre qyteteve në listën e trashëgimisë botërore. Për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, akademik Emin Riza u nderua me titullin qytetar nder i Gjirokastrës dhe i Beratit. Ekipi Gjirokastrit në futboll ka nisur përgatitjet intensive dhe ndërhyrje në merkato para nisjes zyrtare të sezonit të ri futbollistik 2026-2027, ndërsa është ruajtur rreth 80% e ekipit. Janë shënuar edhe afrimet e reja që do të përforcojnë formacionin me qëllim gjitje në kategorinë e parë. Luftëtari ka nisur përgatitjet për sezonin e ri futbollistik me objektivin e vetëm gjitje në kategorinë e parë. Skuadra Gjirokastrite i është besuar sërish në Ritan Novit, i cili përmes mikrofonit RTS Gjirokastra u ka uruar një sezon të mbar lojtarëve të vet. Me fillimin e sezonit të ri futbollistik, i uroj suksese të gjithëve. Uroj që sezoni të jetë një sezon i suksesshëm, me sa më pak dëmtime, me rezultate pozitive dhe me një futboll cilësor. Do punojmë për të përgatitur sa më mirë, do punojmë çdo ditë për të përmirësuar nivelin e lojës dhe për të arritur objektivat që ne kemi vendosur. Besoj tek grupi, tek punë e palodhur dhe tek bashkëpunimi mes lojtarëve dhe trajnerëve. Dua të falenderoj kryetarin e bashkisë, klubin, stafin, lojtarët dhe tifozët që na mbështesin. Dhe së fundi, për të gjithë këta që përmenda më lart, shpresoj t'i bëjmë krenar gjatë këtij sezoni. Seanca stërvitore ka nisur, ndërkohë që pjesë të tij deri në këtë momente, luftëtari ka bërë 6 lojtar vendas dhe të huaj që kanë luajtur në kampionatin shqiptar e të tjerë pritet i bashkohen në vijim. Kemi prej 2 ditësh që kemi nisur sezonin e ri 2026-2027. Objektivat dihen që klubi ka rikthimi në kategorinë e parë. Kemi bërë disa afrime si portieri Ali Muçaj, Dulaj, është rikthyer në Gjirokastër Avduli. Jemi në pritje disa lojtarëve për të kompletuar ekipin dhe të vazhdojmë tek objektivat që kemi në si klub. Është ruajtur rreth 80% e grupit që kishim në kampionatin e kaluar. Kemi afruar dhe këta 3-4 lojtarë, jemi në pritje dhe të 2 lojtarëve të tjerë dhe siç e thash më parë që objektivi kryesor është rikthimi në kategorinë e parë, që është objektivi kryesor që ne kemi si klub. Kampionati për kategorinë e 2 do të nisë në 12 shtator. Të nderuar shikues, ishit në minutat e ditarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë në Rutakofshin.